Përshëndetje miq, mirë se erdhët në të jetosh besimin. Çfarë gëzimit nisim ditën me Zotin në lutje dhe në meditimin e fjalës së Tij. Sot do flas për shëmbulltyrën e grurit dhe të egjërës. Një pyetje që nuk mund ta shtym gjatë. Tek Mateu 13, Jezusi ndan një shëmbulltyrë e cila i trondit njerëzit. Ai flet për mbretërinë e Zotit që i ngjan një njeriu që mbjell një farën e mirë në arën e tij. Por ndërsa njerëzit po flinin, vjen armiku dhe mbjell egjër, pra barin e keq, në mes të grurit dhe kështu largohet. Kur më pas gruri rritet dhe nis të jap fryt, duket dhe bari i keq nëpër të. Kështu shërptorët e këtij zotërie vinë tek ai dhe i thonë: Zot, a nuk e mbjell fare të mirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra. Dhe ai u thot atyre: këtë e ka bërë armiku. Atëherë shërptorët i thonë: a të shkojmë dhe ta shkulim? Jo, i thot zotëria, sepse kam frikë. Nëse do të shkulim egjërën bashkë me grurin, do të shkulim dhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do t'u them korrësve: mblidhni më parë egjërën, lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim. Në botën ku jetojmë, gjithçka duket e përzierë, e trazuar, e miksuar. E mira dhe e keqja rriten bashkë, e vërteta dhe mashtrimi shpesh duken një lloj. Jezusi tha: lërini të dyja të rriten bashkë deri në korrje. Kjo nuk është vetëm një histori e cila na flet për dy fara të ndryshme, por është pasqyra e realitetit ton shpirtëror. E pra miq, ka njerëz që duken si grur, por në thelb nuk janë. Kanë formën pa frytin, bëjnë shumë zhurmë, por nuk kanë rrënjë. Kanë reputacion, po pa një jetë të ndryshuar. Dhe do të vijë një ditë, pra do të vijë një ditë, kur korrja do të bëj dallimin e madh. Tregohet historia një oficeri të ri. Në luftën e dytë botërore, ai paraqitet si hero përpara e prorëve të tij. Fliste me zell, fliste me deri diku me arrogancë, për sakrificë, për guxim, dashuri e madhe për atë dheun. Uniforma ishte e rregullt, fjalët ishin bukura, por kur erdhi momenti i vërtet i betejës, ai vrapoi dhe u fsheh në heshtje. Pas spektator, u zbulua karakteri i tij. Pra në fund, historia nuk mbajti mend fjalët e këtij djaloshi, por mungesën e frytit, burracakrinë e tij, sepse prova e vërtet në jetë nuk është skena publike, performanca, por momenti i heshtur përballë betejave, sprovave të mëdha të jetës, tundimit, vështirësive, sfidave. Shëmbulltyra e grurit dhe e egjërës na mëson tre të vërteta të thella. E vërteta e parë: e keqja mund të duket si e mirë. Në fazat e para, egjëra dhe gruri janë pothuaj të padallueshëm. Ashtu edhe në jetën tonë shpirtërore, forma fetare mund të imitojë besimin e vërtet, por rrënjët janë të ndryshme. Burimi është i ndryshëm, fryti do të zbulojë dallimin. E vërteta e dytë: Zoti është i durueshëm. Ai nuk e shkul me një herë bimën, ai pret, sepse dëshiron të japi kohë për pendim dhe për rritje. Miq, sot është koha e hirit, por hiri nuk është pafundësisht zgjatet pafund. Hiri vjen një moment që do të përballet me realitetin e ditës së fundit, kohën e korrjes. Ndaj, pra që sa përjetojmë hirin, le të kthehemi tek Zoti me gjithë zemër dhe të japim fryte të denja pendese për Zotin. E vërteta e tretë: korrja është e pashmangshme, do të vijë një ditë ndarje, jo sipas imazhit publik, jo sipas reputacionit apo famës, por sipas frytit. Krishti tha: çdo pemë njihet nga fryti i saj. Pra miq, pyetja nuk është çfarë mendojnë të tjerët për ty, por çfarë është duke prodhuar jeta jote? Çfarë frytesh je duke zbuluar ti? Pyetjet që unë dëshiroj të ndaj me ju janë këto: a jam unë duke u rritur në heshtje përpara Zotit? A kam rrënjë të thella apo vetëm imazh publik? A ka fryt të vërtet në jetën time? Dashuri, për ulësi, besnikëri, për kushtim. Miq, gruri nuk bën zhurmë, ai rritet në heshtje. Përkulet kur piqet. Egjra kërkon vëmendje, por nuk jep asgjë. Sot është koha e rritjes, sot është koha për rrënjë më të thella. Sot është koha për transformim të vërtet, sepse nesër
do të vi koha e korrjes dhe nuk do të ketë kohë. Nuk do të ketë kohë për asgjë. I ftoj që me këto të vërteta të mëdha nga kjo shëmbulltyr le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, shiko thellë brenda në zemrën time. Nëse aty ka rrënjë të hidhura të zemërimit, nëse ka barë të keq, zbuloj me hirin tënd. Nëse ka sipërfaqe pa rrënjë, o Zot, të lutem, thelloj jetën time. Mos lejo që të jetoj me formën, por pa frytin. O Zot, më jep rrënjë të thella në fjalën tënde. Na jep një jetë që prodhon dashuri të vërtet, për ulësinë e grurit që përkulet dhe guximin për të jetuar në dritë për ty. Sot, unë zgjedh që të rritem në ty, që në ditën e korrjes të gjendem si një grur në hambarin tënd. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin këtë ditë o Zot dhe lutem për mbrojtje, lutem për udhëheqje dhe drejtim. Frymë e shenjtë, bekoj në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i kësaj dite, mezi pres ju takoj sërish nesër. Bekimet e Zotit për ju.